Është finalizuar projekti nisur 3 vite më parë për furnizimin me ujë të pijshëm të disa fshatrave në bashkinë e Klosit. Mes tyre ishte edhe fshati Klos Katund. Banorët e këtij fshati vuanin mungesën e ujit për të pirë prej dekadash, gjë e cila kishte detyruar shumë prej tyre ta braktisnin vendlindjen. Ndërkohë, ditët e fundit në rrjetin e ri të ujësjellësit ka ardhur ujë i pijshëm dhe tashmë po përdoret nga vetë banorët. Këta të fundit shprehen se tashmë një nga problemet më madhore është zgjidhur, siç është uji për konsum, të cilin e siguronin ose në burime natyrale të largëta ose në puse. Ata shpresojnë që të mos kenë mungesë më të furnizimit me ujë për konsum në vazhdimsi. Një tjetër problem që mbetet ende i pazgjedhur për banorët e këtij fshati është uji vaditës. Po, që ka ardhi kena mas 50 vjeç. Uji i pijshëm. Uji i pijshëm po, zgjidh. Uji vadisëm kimi. Vadisëm ka. Uji i pijshëm vjen, ka tash morë, të më mëse, s'ka dru bëva kë kështu. Po kim për të. Po kim pas vit. Po 50 vjeç më merr ujë tu. S'ka ujë. Ke burimet, ke busi. Përfundimisht, inshallah tani nuk më. Si të kesh ujë, mos harxhem, mos ushore kush me ta. Mos i çester, sa je pe di. Pa çesteri ka pusat ja, ka çesteri ka mush me pus. S'ka ujë vadis kjo zonë, aty poshtë. Projekti i rrjetit të ujësjellësit i cili nisi zbatimin 3 vite më parë përfshin fshatrat Klos Katund, Shëngjun e Plani Bardh në bashkinë e Klosit.